Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka përmendur në hadith se Allahu te bareke ve teala do të vinë disa njerëz te Allahu te bareke ve teala ditën e Kiametit, do të jenë sikur drita e diellit. E dikush prej sahabëve ka thënë ja Rasulullah, a jemi në ata? Ka thënë jo, janë fuqarat e muhaxhirave, ti je i pasur. Do para në dalin fuqarat sot dhe këta Allahu ja zaventson. Njerit kur ka fuqara si kushtohet vëmendje, nuk i jepet do më thonë theks edhe ajet këtë dunja, sikur që ka thonë alayhi salatu wassalam, ndëshkohen kryeneç në ahiret me ringjallje si forma e bubrecit. Këtë njerëz të shkelin. Ka thonë dietar në koment, sikur ai ka pa njerëz bubrecën këtë dunja, Allahu xhelalu ala ringjall bubrec ta shoh njerëz bubrec ata, se çështu i ka pa. Fukaraja në këtë dunja nuk ndriçon. Ai ndoshta ndriçon me iman, po te njerëzit nuk ndriçon. E Allahu ja kthen me ndriçim në ahiret. Flitet për musliman. Edhe i tha alayhi salatu wassalam, jo, nuk është për qëllim zengini, por është për qëllim ai i cili është fukara prej umetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam tregon Usama ibn Zaid, thotë kam dëgjuar pejgamberin alayhi salatu wassalam duke thënë qumtu ala babil janna fa kana ammata man dakhalaha al masakin. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, hadith e Imam Buhariu, ka thënë e kam pa në derën e xhenetit. E kam qyr kush po hepi fuqarave. Nëse Allahu xhelalu dhe shpesh harpe nga mëson, ja ka marr gajbin e ahiretit, ja ka kallxuar. Çështu ka mendon. Apo nëse Allahu xhelalu ditë të ardhmën, të tashmën, të kaluarën, pa kufi, edhe ka kallxuar. Thot, edhe i shifsha njerëzit të hyjnë në xhenet, shumica e tyre fuqara. Shumica e banorëve të xhenetit kanë qenë fuqara. Wa ashabul jiddi mahbusun. E zënginat janë nalë të dhanë logari. Gajra enë ashabën nari qad umira bihim ilën nar. Mirë po ka thënë alayhi sallam, këta zëngina s'janë që hinë zjarë. Mirë po zëngini vëzër, edhe me hinë gjennet ka mu nalë njëherë. Nalë se kime dhanë logari. Pra edhe nëse e ka përcen cikletin e zjarëmit, ka mu nalë edhe do e sape mi dhamë. Se? Ki pas pare. Andaj njeri nuk duhet me lakmu. Shiko me mësëm ka thënë, o Allah me fukarat, o Allah të ha me fukarat, o Allah ule si fukarat. Këtë të vëzër nuk janë asi e pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Adha i tha pejgamberi aleyhi sallam, thot Imam Ibn Battali, thot kjo nuk është për qëllim se shumica e banorëve zjarrit janë fukara, se fukarallëku i ka shtin xhenet. Jo. Po e ka shtije vepra e mirë. E pse ka thonë me mësam shumica fukara? Ka thonë se zënginat janë më kryeneç në pranimin e fejes. Nuk ka fukarallëku në vlerë në vetvete, se ka dhe fukarallëku kryeneç. Mirë po fukarallëku, ajo gjendja e ult e njeriu të banë ma shpejt në pranu fejën. Por shembull, ti zënginit asë një fol, a fukara si fol. Andaj me mësam, ka thonë shumica e banorëve i kumpa të hi fukara, se fukarat janë njësë të zëtë ma shpejt e pranojnë fejnë Allahu të bareke vë tjala. E gjithashtu pejgamberi s.a.s. ka pas tradit që ushqimi që ka se ha ast halalit, se ka qef për veti, që ka dhanë fukarajës. Tregon Aisha radiallahu anha se një ditë për ditëve ja ka dhanë hedije pejgamberi s.a.s. një hardhuc. Është një lloj hardhuci në vendet arabe, është domthon i madh, jo i vogël, është i madh, e kanë hangë banorët e Mekës. Nuk ka këne nga ne, është nga pjesët e nxehta të vendeve, për mësam nuk e ka hangër. Apo nuk e ka hangër. Ama jo halal mu hangër. Edhe për mësam ka thënë jo nuk e du. Atëri ka thënë Aisha ja Rasulullah, atja qo fukarave. Mos i spehati, është halal, ja u qoj fukarave. I ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, la tut'imuhum mimma la ta'kulun. Mos ja u qoni fukarave as ka se hani vet. Si zbatimi fjalës Allahu xhelle xhelaluhu në Kur'an në surën Al-Baqara, o ju të cilët keni besuar, jepni pi pasurive të mirat juaja dhe mos i nxjerrni për sadaka ato gjëra të cilat juve nuk ju duhen. Apo njëri thot sa më kalbët që tu merë Allah. Jo Allah, shko bleje hedije, shko zgjedhe. Tha Allahu te bareke ve teala, walastum bi akhidhi, a ju vetë mja udhon dikush se mërë në qëta. Ti kur ja jep dikujt fukara sadaka, a e merë për veti. Si ta mirë shta di se i ke dhanë diçka të mirë. A më nëse ti për veti se merë, çka tha alayhi sallam, unë se ha këtë, e që ja halal. Mos ja jep fukara, unë se du për veti. Jo, apo njëri thot, ashtu që këtë ushqim se ha, mos ja jep. Jo, mos ja jep. Sepse ti nuk i të dash. Andaj pejgamberi alayhi sallam e nderonte fukaraja. Jo vetëm në tash ta zbrazi shtëpinë, apo njëri thot, hajde ti vëlla, shprazba çtu. Jo,
Jo, ndëroj fukaraja, sepse fukaraja ka pozitë të madhe te Allahu te bareke ve teala. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë sharru at-ta'ami ta'amul walimati yud'alaha al-aghniya wa yutraku al-fuqara. Ka thënë alayhi sallallahu alajhi wasallam, s'ka haje më të sherrit se sa sherri i një ushqimit ndasëm, kanë ardhur vetë zënginat janë thirr e fukarat janë anësh. Pastaj ka thënë alayhi sallallahu alajhi wasallam, e kush thirrët le të përgjigjet. Është vajib me ju përgjigj dasmës së muslimanit kur s'ka haram. Mirë po ka thënë dasma më e keq se cila dhe zot kur ka veç, keni pa tash Ramazan tash po e përmendën dhe zot. O ba kjo si lloj smuje njerëzve. Po agjeroj ka i VIP-i. Gjeni da? Ai po agjeroj ke. O dhe zot VIP. Ku ka me mundësi mu kanë sharlatani VIP. A e kuptoni VIP? Shumë personi i rëndësishëm ai. VIP, nëse zban me çujt bile hiç, po nëse kushtimisht është muslimani, është besimtari devotshëm. Apo edhe keni pa tash shivan, apo i ftoj vetëm ata njerëz që mendojnë se këta kanë nam, apo subhanallahu sharru ta'am. S'ka më sherrit se ajo. Apo edhe ata gjithmonë bazohen ata se pi bojnë atë davet o gjë. U mitën t'i bo davet aj. Ata ban davet aj shto muzikën atje. Aj ban davet ki shlo muzikën atje. Apo, a kjo davet është? Kjo më talë ru njëzve. Nuk në interesant as filani as alani. Mi po vësëm që ka thonë, shërru ta'am, që kjo ta'ami ma i keq. Ushimi ma i keq. Pse? E ka vequ fukaraja, e ka lanë fukarajan anësht, dërsa e ka thirë vetëm